Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe sot ne do të sillim në fokus historinë e vogëlushit Jonus Luga, i cili u rrëmbye në moshën 4 vjeçare në oborrin e shtëpisë në qytetin e Durrësit, pikërisht në vitin 1995, 4 qershor 1995, dhe prej asaj dite familja Luga nuk mori vesh asnjë informacion se çfarë ndodhi me fatin e vogëlushit, edhe pse policia në kohë rekorde në atë vit 1995 arriti të arrestonte gruan që e rrëmbeu dhe më pas e shiti për vetëm pak para drejt një tjetër personi në qytetin e Fierit. Të dy personat u ndaluan nga policia dhe erdhën përpara gjykatës, u dënuan, por ata nuk treguan se ku e lan Jonus Lugën, vetëm treguan se kishin udhëtuar drejt Greqisë dhe e kishin lënë në shtetin grek, por fati Jonus Lugës nuk u mor vesh kurrë. Kanë kaluar kaq shumë vite, plot 31 vite, dhe nëse ai ndodhet diku sot i bie të jetë plot 35 vjeç. Është e vetmja foto që familja Luga ruan. Ndërkohë, pas humbjes së Jonus Lugës, nëna dhe babai i tij sollën jetë një vajzë, por ata u divorcuan. Le të themi janë të ndarë prej vitesh, por të dy në interes për të gjetur djalin e tyre. Gjyshja e Jonus Lugës, Hajrie Luga, që rriti me shumë dashuri dhe që se kishte menduar kurrë që do ta humbiste një ditë nga duart e saj Jonusin, vazhdimisht ka qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë dhe ka kërkuar ndihmë për gjetjen dhe për të zbuluar të vërtetën e tij. Vetëm përpara disa ditëve ne e sollëm në fokus historinë e Jonus Lugës, ku edhe momentet dhe gjyshja ka qenë në studio, ku i dham një informacion, do e ndjekim të kronik dhe rikthehemi. Një histori që prej më shumë se 3 dekadash, endet me dhimbjes dhe misterit, rikthehet sot në vëmendje me një dritë të re. Ishte data 4 qershor e vitit 1995, kur 4 vjeçari Jonus Luga del të luajë në oborrin e shtëpisë. Në vëmendjen e nënës së tij, rreth orës 11 të paradites, ai kërkon asaj diçka për të ngrënë. Nëna Anila futet në shtëpi për t'i përgatitur ushqimin, ndërsa i vogli vazhdon lojën i shkujdesur pranë një makine. Por kur ajo rikthehet vetëm pak minuta më vonë, Jonusi nuk është më. Vetëm 15 minuta pas zhdukjes, prindrit drejtohen në polici për të bërë denoncimin. Dëshmitë e mbledhura më vonë flasin për një automjet tip Benz me targa të Fierit që qarkullonte në zona të ditë, por askush nuk e pa momentin kur vogëlushi u zhduk pa lënë gjurmë. Sipas hetimeve, 4 vjeçari u mbajt fillimisht në Fier dhe më pas u shit në Greqi, por edhe pse autorët u vënë para drejtësisë, fati Jonusit mbeti një enigmë. 31 vite më pas në transmetimin e datës 25 shkurt 2026, një dëshmi e mbërritur ka ringjallur shpresën se historia mund të mos ketë përfunduar ende. Një emigrant shqiptar që jeton dhe punon prej vitesh në Greqi, rrëfeu për një familje që në vitin 1995 kishte blerë një fëmijë shqiptar, pikërisht në të njëjtin periudhë kur u rrëmbye Jonusi, një përputhje që ka ngritur dyshime të forta dhe ka hapur një pistë të re hetimi. Momenti më prekës erdhi në studio, kur gjyshja e tij Hajrie Luga dëgjoi për herë të parë live këtë informacion. Mes emocioneve dhe lotëve, ajo mbajti gjallë shpresën që familja nuk e ka humbur kurrë, ta përqafojnë edhe një herë të vetme Jonusin. Rujtë Allahu, ai që po hap portat e gëzimit për ne, që vetëm ta shikojmë, vetëm ta përqafojmë, o Zotë rujtë Allahu këtë person. Ai po bën një bamirësi shumë të madhe, se fëmia është i rrëmbym, ka një non, ka një bab, ka një motër, ka dhe njerëzin e babës vet, e të nonës vet, kështu që Zoti e adhuroj dhe e falenderoj atë person. Unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarët që jetojnë në Greqi, i bëj thirrje për gjetjen e Jonusit, që të ma gjeni Jonusin e të japin informacion për Jonusin. Kjo është historia e Jonus Lugës, vetëm përpara disa ditëve ai ka qenë i trajtuar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Gjysha e tij Hajrie Luga ka qenë me mua, ku ne dham një dëshmi shumë të rëndësishme, ku një emigrant nga Greqia dyshonte për një fëmijë të rrëmbyer në ato vite, i cili ishte shitur dhe ishte birësuar në një familje greke. Një dëshmi që ndezi një dritë jeshile për Jonus Lugën, ndaj ne sot e sillim në fokus sërish të histori për të vazhduar edhe me kërkimet tona. Kam të ftuar sërish të gjyshen e Jonus
Jonus Lugës, zonjën Hajria Luga dhe e përshëndes. Përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje e të ruj nga Zoti i Madh të rujt e të bekoft, edhe stafin tat e rujt e bekoft, Allahu amin. Të falenderoj që të kam sot në studio. Do flasim për historinë e Jonus Lugës, e risjellim sot në fokus të historisë, e vetëm përpara disa ditëve ke qenë pjesë e kësaj studio. Ku ne shpërndam, le të themi, një informacion të rëndësishëm të një emigranti shqiptar, i cili tregoi një histori në fakt të një fëmije, por jo se ishte i bindur që ishte Jonus Luga apo jo. Thjesht tregoi historinë e një fëmije që ishte rrëmbyer në ato vite, ju e dëgjuat mirë dëshmitari dhe unë dua që edhe ditën e sotme ta rikujtoj dhe njëherë këtë dëshmi. Përshëndetje. Më falë që u shqetësoj, jam Odeta Dume nga emisioni Pa i Gjurmë. Si jeni? Unë në ratë të parë dua të të falenderoj që më ke telefonuar për rastin e Jonus Lugës dhe ke një informacion. Unë kam një, që punojnë punë me atë, edhe më ka thënë që vjeri e ka shqiptar, të cilën e kanë blerë me lekë, si ta them. Pra, ti jeton në Greqi? Po. Çfarë vendi jeni? Ne jemi ka janë kretë. Pra dhe i thash pashetet Lugës, e thash si mas dhenave që më ka thënë i dhendre, thash mas e shky, tani. Unë do ta pys më qarra dhe që si e ka emri, kupto. Po çfarë të ka thënë konkretisht? Si fillim thot, më tha që edhe unë gruan shqiptare e kam. Po. Edhe thonë në që shqiptare, është vjeri, tha, nga shqiptar, tha, është i blerë, tha, është nga një familje, tha, nga familje, nga dore zezë, Rom, si thonë. Po, komuniteti Rom. Si kështë e kam marrë të vogël, Pra. të rëmbyrë. E kam blerë, tha, ku punë në tyre. Me ajë që unë që punojë në Romi, Po. ka vjerë këta 33 vjeçarin, të blerin. Po pse sa e ka gocën ky 33 vjeçari që... Po këta martohen dvejgjit, mo këta 15 vjeç martohen. Por, paka shumë çfarë viti bëhet fjalë që më këtë vajtu në Greqi, që është blerë... Shiko, si mas atit në 94, 93, 94, 95, ati ku aty, si mas të këtë qunit. Se kam kytur akoma se si e ka emri, se ata mund t'i këndru dhe emër, kupton? Por, është i sigur që është fëmijë shqiptar, ai vjeri ti? Është i sigur, ai më tha vetë më kujtë vetë që është shqiptar. Duke ditur që ju e keni dhëndrin e ti në punë, mund të na vini në dispozicion dhe një foto të personi që dyshohet që është Jonus Luga? Ate po kërkojnë në Facebookut ati të mos përgjene e jetë, se i thash në qa vendi është, nuk dim gjene, tha i është mari vogël. Por, konkretisht, çfarë vendi jetojnë këta? Ta jetojnë në Athinë. Vetëm të lutem, do më premtosh që do na sigurosh dhe një numër telefoni? Okej. Mirë, do pres telefonatën tuaj, kështu që të përshëndes. Çdo gjë do ju shkruaj. Faleminderit. Gjithsesi faleminderit, mirupafshim. Mirupafshim. Kjo ishte dëshmia e rëndësishme e këtij emigranti shqiptar i cili jeton në Greqi dhe na solli një informacion të një fëmije të rrëmbyer, le të themi, në ato vite, i birësuar në shtetin grek. E dashur Hajrie, atë ditë u emocionove edhe ti dhe unë, por sot që jemi më të kthjellët, le të themi, pa emocione, në këndvështrimin tënd si të duka informacion? Kisha dyshime për Zotin të mira, thash mund të marrë lajme të mira, nga që e ndigjova të emision që ti e the dhe e tha dhe foli dhe i vetë, dhe kështu që kur i ka kom ik me gëzim, edhe deri atë ditë dhe deri tash e kom majtë atë, më kuptonte, inshallah, Zoti thash dhe bëj mrekullina. Ka pasur reagime nga familjarët e tjerë, djalis, e mori vesh informacionin për babai Jonusit, ja tregove? Kujt? Quni tim? Djali tuaj. Unë ja tregova... Sepse ai fatkeqësisht, le të themi, këto vitet e fundit është goxha i rënduar, edhe nga shëndeti. Unë ja tregova djalit, ai u prek kaq shumë sa nuk di se çfarë të them. Kështu që ai e pret me padurim një lajm të gëzueshëm, sepse ta thash që ai nuk është, më kupton? E pret këtë lajmin, që unë t'ja jap këtë lajm, ai natë ditë me mu duke folë vetëm për punën e djalit. Zoti është i madh.
Zoti do bëj mrekollina, se bë mrekollina, dhe ti Odeta shumë faleminderit, po interesohesh kaq shumë për këtë emision, për këtë djalin e djalit tim, Zoti të bekoftë, të nderovë, dhon Zoti shëndet e jetë. Ndoshta është ai, ndoshta nuk është ai, Allahu e din atë më së miri. Ne urojmë dhe shpresojmë, por ende jemi në kërkim dhe ende jemi për të zbuluar të vërtetën. Por ish nusja e djalit, Mbesa, motra e Jonuzit, besoj dhe ata na kanë ndjekur, mund e kanë mësuar si lajm. Ato të kanë ndjek kaq shumë, edhe nusja edhe ajo, por nusja më tha këte që unë nuk bindem sa sepse sa pa bo ADN djali sa dhe nuk mund tjetë ai sa. Më kupton? Edhe nuk mund tjetë ai sa. Do të bo sa po ta gjesh ti bo ta ADN-ja sa. Më kupton ti? I sa shuna ate mund ta lej më mrapa, ate po ndjek këta shuna gazetarja sash. Jo, e ka të drejtë, vetëm një analiza DN-je është ajo që le të themi e verifikon. Odeta i thash po interesohet kaq shumë për gjetjen e çunit sa nuk po e merr me mend i thash apo. Unë kom qenë thash dhe ke Aida Shtina, po Odeta thash është Jo, edhe kolegja Aida Shtina ka përshtatundrën për kërkimet. Unë i kom pas marrëdhëniet e mira me atë. Patjetër, dhe e përshëndesim Aidën, nëse është duke na ndjekur dhe ka bërë një punë shumë të madhe, themi në kërkim të personave të humbur. Deri në fillim. Ti ke qenë punëgjuesja e saj. Po, gazetarja, e vërtet. Gazetarja në Njerëz të Humbur kam qenë dhe kam punuar për vite të tëra. Mirë, e dashur Airie, ne do qëndrojmë të dyja sot në studio, padyshim që do t'rregoj dhe çfarë ka ndodhur pas atij informacioni, çfarë kemi arritur të zbulojmë ne, por duhet jemi të qeta, me këmbë në tokë, mund të bëhet fjalë për një fëmijë tjetër që s'ka lidhje me Jonuzin. Ajo që ne na intereson është të verifikojmë të gjitha këto informacione që vinë. Kjo është më e rëndësishmja për të gjithë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë për të vazhduar ditën e sotme sërish me historinë e Jonuz Lugës, 35 vjeçari sot, sepse ka qenë fëmijë vetëm 4 vjeç kur u rrëmbye në oborrin e shtëpisë në vitin e largër 1995 dhe nga ai moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Jonuz Lugës. Gjyshja e tij, Hairie Luga, ndodhet me mua në studio. E dashur Hairie, se folëm pak më parë dhe para reklamave që edhe motra e Jonuzit na ka parë. Ju ka ndjek. Dhe nëna e tij, por ajo e ka thonë shumë mirë që vetëm një analiza DN-je mund të verifikoj pikërisht nëse bëhet fjalë për Jonuzin. Sa pas është djali, ajo sa duhet bo se zbonta që është nuzi, pas është nuzit. Por realisht besoj jeni prekur nga informacion se kur ndizet një ditje shile. Jemi prek shumë që të gjithë. Si familje jemi prek. Jemi prek shumë. Ta që inshallah Zoti do bëjmë mrekollina është Jonuzi. Inshallah. Euroj me zemër, ne komunikimet... Edhe unë, si ju kom lutë Zotit më le, deri në fund që ta gjej, të më përqapoj edhe të vdes. Më përqapoj Jonuzi, se me zore kom rritë edhe unë. I pësha dhurosha gjakun e trupit për Jonuzin. E ke rritur me sakrifica? Me sakrifica. Me sakrifica është rritë. Pranaj unë kam kohë që i gjimoj kësaj gjëj, si ta gjej djalin. Kupton? Kam shumë vite, ti e din shumë mirë që unë kam vite që e kërkoj. E kërkon një pintënt. Edhe kujt nuk i kom hy nga qeveritarve. Kujt nuk i kom hy. Kom trokit në gjithë dyrët e kryet të qeveritarve. Kudo ke trokitur për të marrë një përgjigje, por ajo që... një përgjigje për djalin. Le të themi tek historia e Jonuzit, sepse ditën e sot mund të sjell në fokus edhe fëmijë të tjerë të humbur. Morëm shkak nga historia e Jonuzit dhe në pjesën tjetër do flasim për fëmijët e tjerë të humbur. Por ajo që le të themi është pika kyç te historia e Jonuzit është që u zbulua kush ishte rrëmbyesi. Në fëmijët e tjerë... Edhe rrëmbyesi edhe rrëmbyesi. Të dy persona, ka qenë një grua nga Durrësi që e ka rrëmbyer Jonuzin. Majlinda Dema nga Durrësi, e cila u dënua për rrëmbimin e nipit tuaj, e cila ja shiti kundrejt një shumë 200.000 lekë të vjetra në ato kohë. 300.000. 300.000, më korrigjo për gabimet, 300.000 të vjetra ja shiti pikërisht Flamur Dinos. Flamur Dinos, nga Driza i Fjerit. Nga Driza i Fjerit. Pra, pika kyçe në historinë e Jonuzit është se dy rrëmbyesit u zbuluan dhe le të themi nuk u arrit të mësohej, le të themi nga verifikimet e timet e prokurorisë se ku e çuan djalin. Dgjoj nona Irien, Odeta, prokuroria Durrësit atëre
kur u djali dhe kur u kapën autorët e krimit, nuk u dha asë një lajm nga ato, më kupton, Po, që kur dolën para gjykatës, që ishin gjithë ato njerëz, që tregoshin se ishin në burg, tregoshin për Jonuzin, nuk tregun asgjë. Edhe avukati i Durrësit e la në eshtje. ata e kryen dënimin. Por, le të themi 97-a, shkatërimi, hapja e burgjeve, ata bën të largoheshin, nuk dihet çfarë ndodhi më me ta, Ka por qenë prokurori Ylmi Barameta në Durrës, i kujton të gjithë themrat. të gjithë i kujtoi dhe asnjë përgjigje të saktë, përderisa kishte kriminalët aty, mrena, në prokurori të Durrësit i dolën në gjyq, asnjë lajm që të na jepte nga personat. Ylmi Barameta, asnjë lajm. Kur kapen autorët e krimit edhe janë në burg të përgosur, më kupton, duhet të tregojnë si gjithë njerëzit. E qartë. Ai nuk na dha një lajm të gëzueshëm për djalin, që jeton ky djalë apo s'jeton. E mori Flamurdino apo se mori Flamurdino. Flamurdino ishte autori i krimit aty. Më kupton? Me gjithë Majlinda Demën. Kështu që jonë bo dhe pislike. Odeta, jonë bo pislike Odeta. Unë jom Dursak e den babaden. Unë jom nuk jom se nuk kuptoj për asgjë. Unë kuptoj shumë, edhe tashi në këtë morë që kam, unë kuptoj. Kështu që nuk u tregu as një fjalë e sakt. Kur jonë kriminalët mrena para gjykatës, duhet të tregojnë, edhe ku janë të burgosur. Nuk u tregu asgjë. Por u zbulua e dashuririe që personi me zbulua ma mrapa. U zbulua që Flamur Dino, djali nipin tuaj Jonuz Lugën, e kishte lënë në Greqi, por nuk dha detaje, kishte shitur, ku t'ja kishte dhënë, çfarë kishte. Nuk u tregu. Por që u dha një gjurmë, që ishte Greqia, aty ishte lënë. Mirë, atëre u tha që e ka qunë Greqi. E ka quar në Greqi. Po, për të thonë se e ka shit, ja ka dhonë filonit në asnjë mënyrë. Nuk u tregu, asgjë. Asgjë, e qartë, dhe ju me këta personat nuk patët më lidhje kur. Ja. Ata u dënuan, ra në burg, Dorën nga burgu, jonë tu jetu rahat, edhe krimineli është tu jetu në preja shtetit tu Gjezdis, edhe ajo tjetër po është në Tiranë tu Gjezdis, me burrin, kështu që neve ngelëm. Të besoj dhe është edhimshme e dashur Ajrie. E dashur Ajrie, unë të thash dhe pak më parë që me emigrantin nga Greqia, i cili na solli një informacion, ose më saktë na tregoi një histori të një fëmije shqiptar të rrëmbyer në vitet 95, ardhur në Shqipëri, në Greqi, i birsuar, jeton në Athinë. Na tregoi këtë histori dhe ne mbetëm në kontakt të vazhdueshëm dhe jemi në kontakt të vazhdueshëm me këtë zotëri dhe ne ju lutem që ai të na siguronte një foto. Një foto të këtij personi që sot i bie ti e diku tek 35, 36 vjeç, ai nuk është i sigurt. 35 është. Mirë, Jonuzi juaj po, 35. Flas gjithë për personin që dyshohet se mund të jetë Jonuzi. Ai nuk e di moshën e saktë. Shqiptari nga Greqia është munduar nëpërmjet dhëndrit të tij, por dua të theksoj diçka. Personi në fjalë është birsuar në një familje në Greqi që i përket komunitetit rom. Rom pra, se mëse dhe radhën tjetër, jo në Rom. I përket komunitetit rom. Pra, ky fëmijë nuk dihet, me thënë të drejtën, dhe ne nuk e përcaktojmë dot, i përket edhe ai komunitetit rom, apo është dorë e bardhë, por fëmia është rritur në një familje të komunitetit rom. Po ai që rrëmbeu rom ishte. Edhe Flamurdino. Po, Flamurdino rom ishte dhe kush e di ka pas rrobat e vet, kam pas mirë dhe ja ka çu, e ka rrëmbyer e ka çu. Flamurdino rom ishte. Nga Driza e Fierit. Si familje komplet. Po, i përkisni komunitetit rom. Po, komunitetit rom. Ndërkohë, qytetari, emigranti shqiptar, i cili kishte kontakte me dhëndrin e tij, ai ishte martuar i vogël, të kujtohet informacionin e dham, por dua ta përsëris që edhe të informoj dhe të flas në mënyrë kronologjike për ta kuptuar situatën dhe për të ditur nëse kemi të bëjmë vërtet me Jonuz Lugën apo me një fëmijë tjetër, fatkeqësisht të rrëmbyer në ato vite. Personi në fjalë është martuar shumë i vogël, ka sjellë në jetë një vajzë, vajza është diku tek mosha 14 vjeç, edhe ajo është e martuar. E martuar dhe ajo, dhe shqiptari emigranti punon me dhëndrin e tij.
Dhe Dhëndri, që është shtetas grek, i ka treguar këtë histori të vjerit të tij që është shqiptar, fëmijë i rrëmbyer, i shitur në një familje në Athinë, i rritur, nuk kujton asgjë se nga familja e vet, si quhet nëna, si quhet babai, nga cili vend është, pra nuk kujton asgjë. Po s'kujton se ka qenë 4 vjeç, çat kujtoj. Po, dhe vetëm ka mësuar që është shqiptar dhe shqip nuk flet. Nuk flet. Nuk flet shqip, sigurisht e ka harruar shqipen. U dina i, ka qenë i vogël. Bëm të pamundrën që të siguronim një foto të këtij personi, për të parë imazhin e tij, por aman e pamundur për të bërë një krahasim me këtë foto të Jonuzit. Këtu ka qenë 4 vjeç ai. 3 vjeç ka qenë fare, 3 vjeç e gjys. 4 vjeç? 4 vjeç. Sepse kjo foto është bërë në pak muaj para humbjes. Nëse edhe mund të jetë para humbjes është bë foto. Po pra, po është bërë pak muaj para humbjes, sepse ai 4 vjeç u rrëmbye, le të themi, dhe këtu ka qenë diku afërsisht 4 vjeç. Nëse aq. 3 vjeç e gjys për 4 mund të ketë qenë. Po desha të thosha që e pamundur për të bërë një krahasim, është Jonuzi apo jo. Por nuk e diti që njeriu kur rritet ndryshon? Patjetër. Ndryshon pak. Patjetër. Mund të ndryshojë dhe shumë, dhe s'mund të ruaj fare. Pra, merë ndryshime njeriu kur rritet. Ndryshe kur është i vogël dhe ndryshe kur rritet. Por gjithë meraku im është që mund të bjerë poshtë si pistë, se ndoshta dhe ky fëmijë që është shitur në Greqi mund të jetë i komunitetit rom. Unë e dyshoj këtë gjë. Dhe nuk mund të ketë lidhje fare me Jonuzin. Në ato vite të paktën me aq sa unë kam kërkuar dhe jam informuar, komuniteti rom ka pasur dhe familje që janë dënuar prindër që kanë shitur dhe fëmijët e tyre në Greqi, për pak drami. Ti si mendon, Odeta? Si mendon ti? Nuk do jetë Jonuzi, thuti? Më vë përballë një momenti të vështirë për të dhënë një përgjigje, dua të jem e ftohtë në arsyetim, dua të jem korekte me të gjitha informacionet, është e vërtet. Nuk dua të ndez shpresat e familjarëve kur nuk mund të ketë asgjë reale. Ne jemi këtu në këtë studio, se kjo studio për këtë gjë është ngritur, për të kërkuar njerëz të humbur, për të verifikuar të gjitha informacionet që vijnë në transmetim live dhe gjithnjë për të na ndihmuar të gjithë teleshikuesit që janë duke na ndjekur. Por ne kemi një foto. I falenderoj të gjithë shikuesit. I rujtë Zoti nga do që jonë amin, që shohin këtë emision. Edhe unë pati falenderoj gjithë teleshikuesit e mi që jo vetëm na ndjekin, por gjithnjë që kemi nevojë na ndihmojnë me raste, me informacione, me shumë gjëra që realisht mund t'i duhen këtij programi dhe janë të gatshëm. Por e dashur Ahirie, ne kemi një foto që regjia do na i vendosi për publikun. Fotoja sigurisht imazhi është i mbuluar i personit që dyshohet se mund të jetë Jonuz Luga, ti nuk dallon dot asgjë këtu. Kjo është foto? Kjo është foto, por ti nuk dallon asgjë, sepse ne e kemi mbuluar për publikun. Pra, mos të jetë e identifikueshme nga publiku fotoja e këtij shqiptari të rrëmbyer apo të shitur. Ne nuk ja dim historinë, ne dim që ai ka qenë një fëmijë në 95-ën ku është shitur në një familje greke. Ai syti ka boqill. Nëse i ka boqill, bie poshtë. Personi në fjalë i ka sytë të errta. Kështu i ka pas, ndoshta kur ka qenë i vogël. Jo, po ngjyra e syve nuk ndryshon. Nuk e di, unë megjithatë do ta pyes Danilën Tomën, po unë e di që tani fotoja që ti po më duket ke pjesa kështu. Jo, Ahirie, ti nuk arrin dot të shkosh asgjë aty. Se ne kemi mbuluar foton, ti nuk arrin dot ta shkosh asgjë, por gazetarët e mia janë treguar të kujdesshme, e kam printuar foton dhe ti do ta shikosh nga afër. Por nëse Jonuzi i ka syt me ngjyrë, atëre nuk është Jonuzi. Mos të mendojmë dhe të dyshojmë që mund të jetë Jonuzi. Syt ai i ka me ngjyrë të errët. Kafe të errët ai ka ngjyrën e syve, nuk i ka me ngjyrë. Jonuzi ti po më tregon, nuk pa kishte thënë këtë detaj, për herë parë po e dëgjoj që Jonuzi i ka syt me ngjyrë bojqielli. Ndoshta unë nuk i maj mend mirë o ti Odeta. Fotoja e Jonuzit regjia? Kështu më duket. Nuk kanë ngjashmëri me babain, me nënën. Ja. Nuk e di, nuk po më. Ai ka qenë shumë bardhosh.
Ai ka qenë bjond shumë bardhosh. Bjond dhe me sy boqelli, më the. Ka qenë bardhosh. Mileni sy ka qenë bardhosh. Te kjo foto që ne kemi... Ky këtu të regohet e smer, nuk të regohet bardhosh. Po, dhe unë të thash, dyshoj që mundi përkasi komunitetit Rom dhe s'kemi lidhje me historinë. E dyshoj këtë gjë, po nuk mund ta përsaktoj dot kujt komuniteti i përket ai person. Sepse... Shiko, njeriu kur rritet dhe ndryshon. Dëgjon nona Irien? Po. Kur rritet, ndryshon. Fëmia, gjithmonë, kur rritet, ndryshon. Por këte mimikën e kësaj këtu, më pëlqen kjo mimika e pjesës kësaj. Pjesa e hundës. Po. Po? Ajo. Nuk di çfarë të them, jam në dilemë. Nëse ti ati që të ka dhonë te për shembull që të ka shu, e smerësh apo është bardhosh, sa i ka qenë bardhosh? Kjo foto i ka ardhur në celular nga Dhëndri. Dhëndri ka dërguar një foto të Vjerrit, pasi ne kërkuam, mbaje, do ta jap foton ta mbash, ta shikosh, t'ja tregosh djalit, nuses, ta shikojnë dhe ata, por në foton që ne kemi për Jonuzin, cilësia nuk është fort e mirë, nuk ja dalloj dot fare ngjyrën e syve Jonuzit, to çfarë ngjyre i ka. Ti më thuaj ka qenë bardhosh, bjond me sy boqelli. Nëse ka qenë me sy boqelli... Bardhosh. Ja, unë do t'a pyes nusen prapë sonde, edhe do të marrë ty të telefon. Dhe do na japësh informacion. Nëse ai ka pasur syt me ngjyrë, atëherë i bie automatikisht që nuk është ai. Domethënë kjo gjë është e sigurt sepse personi në fjalë i ka ngjyrë kafe të errët, por e dashur Airien. Po, ndigjon në Airien, vetëm një desha me thonë vetëm një fjalë. Nëse me këte foton ka qenë Flamur Dino, që ja ka dhonë atyre e ka shit ai, se Flamur Dino vetëm qunin ton mori në Durrës, që e rëmbeu. Flamur Dino. E qartë, po të dëgjoj. Ai duhet pyet nëse Flamur Dino se than atere që ai e mori dhe e çoi në Greqi. Tash do të thush ti fëmia ndryshon kur rritet. Më kupton? Por ai duhet... Ajo që ne po bëjmë, dashur Airi, është të lidhemi me prindrit e personit në fjalë. Me prindrit e këtij. Po, me prindrit e tij, ata të cilët mund të kenë informacion për të na treguar se kush shqiptar ju a dha. Dhe nëse do figuroj emri Flamur Dino, atëre është shumë e lehtë situata, por t'ja lëm kohës, t'i bëjmë avash të gjitha këto informacione. Ne kemi tashmë një pikë ku duhet të verifikojmë, është pikërisht ky person që dyshojmë ne se mund të jetë pikërisht Jonuz Luga, nuk e dim të vërtetën. Shiko, unë e përftyroj qik vetëm nga kjo pjesa këtu. E hundës, e pjesa e hundës dhe e pjesa e noflës e buzë. Bravo, vetëm ke kjo, se thash dhe i njeriu kur rritet ndryshon. Nuk rrin po një dhoj, ndryshon, gjatë rritjes ndryshon. Dëgjon në Airien, kështu që Flamur Dino, ai e din, se ai e mori e çoi dhe ai e çoi në Greqi, u tha dhe në gjyq, që ai e mori e çoi në Greqi. Edhe ky që ka në Greqi, që ka fëmijë rëmbyrë në Greqi, që ai Flamur Dino ja ka dhënë atyre, nuzi duhet jetë, po njeriu thash dhe i e ndryshon. E dashur Airien, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Ne do t'i vazhdojmë kërkimet tona. Po, derisa jem gjallë. Inshallah jam gjallë. Ne do arrim tek prindrit e këtij djali, do bëjmë të pamundur të kemi komunikim me ta, të gjejmë format tona, për të mësuar detajet, për ta zbuluar, nëse kemi të bëjmë me Jonuzin apo me një fëmijë të tjerë, thuti. Po, dyshoj se ndoshta mund të jetë ndonjë fëmijë i ndonjë komiteti të Rom që mund të jetë shitur në atë kohë, s'ka lidhje me Jonuzin, unë e dyshoj këtë gjë. Në 94-ën ka kalu dhe ky. 94-95. Nuk janë të sigurt për ditën. Mirë, ai vitësh që... Ata thjesht din historinë e një fëmije të rëmbyer, që ka lidhje me historinë e një fituaj. Të them nona Iria një llafe? Po. Flamur Dino e din mirë se është djali jonë, se s'është djali jonë. Sa i e rëmbeu atje, a i e mori e qoj në për Greqi. Sigurisht, a i e di se... Dhe u tha që a i e ka tu në Greqi djalin. E shiti. E shiti. Kështu që a i e din më smiri, a i do thushi, po ne nuk kena qeveri o deta, të roq po të them, ne të ndigjoj kur det, se po të kishim pas qeveri, ishte kap me ko.
Ai e din mirë se ku e ka çu djalin. Unë i bëj thirrje këtij zotërie. Ja i sot po shetit në përvendet e botës. Unë i bëj thirrje këtij zotërie nëse është duke na ndjekur qoftë anonim të gjej forma, Edhe forma në drisë të tjerit për të kontaktuar me emisionin Pa Gjurmë, pas 31 viteve le të marri guximin anonim me një mesazh privat në adresën tonë në Facebook Pa Gjurmë Report TV me një adresë fals, të na shkruaj, të na tregojë një të vërtet me shpresën që kjo gjyshe të zbuloj të vërtetën dhe të arrit tek nipi i saj. Uroj dhe shpresoj që ai person që e rrëmbeu pikërisht Flamurdino, ai person që u dënua nga gjykata shqiptare në Durrës, bëri burg këtë sekret të gjej formën për ta zbuluar dhe kjo gjyshe, ai babai i sëmur, ajo nën e cila u largua nga Shqipëria me brenga të mëdha, të mësojnë të vërtetën për Jonus Lugën, i cili nëse është shëndoshe mirë, është gjallë, ndodhe diku i bjet jetë plot 35 vjeç. E dashur Airie. Bon dyshim se kjo pjesa këtu, ke flokët, mbo dyshim. Edhe pjesa e hundës. Unë të kuptoj, sa më shumë e shikon ato foto, fillon dhe të mendosh më thellë. Shiko, tash dhe i e njeriu kur rritet të ndryshon. Por nuk është si kur ka qenë fëmijë. Foton do e marrësh me vete, pa dyshim. Ne do jemi të dyja bashkë në kontakt, të premtoj që këtë informacion do ta çojmë deri në fund, vetëm do na japësh kohë për të arritur në verifikimet. Unë inshallah do jem gjallë. Unë këtë do ta lej ty. Do ta lej ty ma gjymosh ty këtë punë. Nëse është ky person apo nuk është ky person. Faleminderit për mezimin. E disi na rrimenjen e. E gjeta, thash Nuzin. I thash edhe burrit. E kjo është frika ime më e madhe. Që s'dua të ndes shpresa tek familjarë të cilët vini informacione dhe unë nuk dua të t'i zhgënjej. Prandaj të jemi me këmbë në tokë, t'i bëjmë hapa të ngadalta, të arrim të verifikojmë. Ajo që mua më intereson është që çdo informacion që vjen të verifikohet deri në fund. Hajrie, se më duhet të shkoj në reklama. Dëgjon ona Hajrie, sa herë që lutem falem, që fal namazin. Them, Allah më bashko me Jonuzin. Mos ma merr shpirtin. Këtë them gjithmonë. Dhe uroj të realizohet kjo. Shava, Zoti është i madh, thash dhe herë njeriu ndryshon kur rritet, dëgjon në Airien, por mjep të kuptoj pak, të dyshoj pak. T'ja lëm kohës për të verifikuar. E dashur Airie, të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit Pa Gjurmë. Edhe unë. Do jemi në kontakt, qëndro aty se do të përcjell. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e fundit dashur miq dhe duke marrë shkak nga historia e vogëlushit Jonus Luga, në fakt shumë familjarë që fatkeqësisht kanë fëmijët e tyre të humbur, na kanë telefonuar dhe kërkojnë që të jenë pjesë e studios e emisionit Pa Gjurmë, ku ju premtoj që do jenë në ditët në vijim për të vazhduar dhe me historitë e familjeve të tyre me fëmijët e humbur, por sot së bashku me stafin kemi vendosur të kujtojmë fëmijët e humbur që janë denoncuar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, duke nisur me historinë e Bleona Matës, Juliana Hoxhës, Forcim Sulkja, Gjevair Gezdari, Ndue Nikolla së bashku me motrën e tij Violeta Nikolla, Mitat Ibrahimi, një tjetër fëmijë i zhdukur Azize Mirlak, si dhe historia e Jasmina Jasharit. Gazetarja Klaudia ka përgatitur një reportazh të shkurtër duke sjellë të gjitha këto histori dhe humbjet e tyre. Do e ndjekim këtë reportazh dhe rikthehemi në studio. Në historinë e shumë familjeve shqiptare dhe jo vetëm, ekziston një vijë padukshme që lidh dekadat e tëra dhimbjeje, janë fëmijët që dolën një ditë për të luajtur, për të blerë diçka të vogël apo për të shkuar në shkollë dhe nuk u kthyen më kurrë. Rruga e kësaj kronike nis në vitin 1977, në një vend të largët nga Shqipëria, në Suedi ku familja Jashari kishte ndërtuar një jetë të re. Mes tyre ishte edhe e vogla Jasmina, vetëm 6 vjeçe, një fëmijë plotjet, që si çdo ditë tjetër, dilte të luante në obor me bashkëmoshatarët. Mesdita e 28 korrikut, duke i zakonshme, Jasmina hyn në shtëpi për të marrë disa para, blen karamele dhe rikthehet për pak çaste pranë familjes, përpara se të dalë sërish jashtë. Askush nuk e mendonte se ky do të ishte momenti i fundit kur ajo do të shihej. Orët kalojnë, mbrëmja bie dhe shqetësimi kthehet në panik. Jasmina nuk kthehet, kërkimet nisin menjëherë, policia përfshihet dhe të gjithë mobilizohen, por e vetmja gjurmë që gjendet është biçikleta e saj, e hedhur disa qindra metra larg shtëpisë. Një dëshmitar tregon për një vajzë si qante dhe një makinë që largoi me shpejtësi, një skenë e paqartë, por e frikshme,
arrestojnë disa persona për asnjëri nuk pranon dhe kështu historia e Jasminës mbetet e hapur, një plagë që nuk mbyllet kurrë dhe që pa e ditur askush, atëherë do të bëjë një model i përsëritur në dekadat që pasuan. Vitet kalojnë dhe kjo hija e këtyre ngjarjeve zhvendoset në Shqipëri. Ishte viti 1992 në Tiranë, një mëngjes i zakonshëm për familjen Hoxha. Juliana, vetëm 6 vjeçe, i kërkon nënës disa para për të blerë tullumbace për vete dhe për vllajën e saj. Shtëpia ndodhej pranë spitalit pediatrik, një zonë e njohur dhe frekuentuar. Vajza e vogël del nga shtëpia, ecën drejt kioskës, blen tullumbacet dhe niset për t'u kthyer, por pikërisht në këtë kthim ndodhe papritura. Një makinë dalon pranë saj, sipas dëshmisë së vetme, nga makina zbret një grua bjonde, e cila i afrohet vajzës dhe e merr me forcë. Çdo gjë ndodhi brenda pak sekondave. Makina largohet dhe bashkë me të zhduket dhe Juliana, që nga ai moment nuk ka më asnjë gjurmë të saj, asnjë provë, asnjë sinjal, vetëm një dëshmi dhe një familje që pret prej më shumë se 3 dekadash. 3 vite më vonë, në vitin 1995, një tjetër histori tronditse ndodh në Tiranë. Një mëngjes si gjithë të tjerët, Xhevair Gezdari përgatitet për në shkollë. Para se të largohet, i premton motrës se do të kthej shpejt, madje i kishte thënë se pas mësimit do të ndalonte diku dhe më pas do të vinte në shtëpi. Ishte ende një i mitur kur u rrëmbye në sy të shokëve dhe stafit pedagogjik nga përtej kangjëllave të shkollës. 12 vjeçar aso kohe doli që në mëngjes nga shtëpia dhe u nis për në shkollë. Atë ditë kishte ditëlindjen dhe që nga ajo ditë Xhevair Gezdari nuk do të munte dot të festonte ditëlindjet e tij bashkë me familjen. Në orën 10 të mëngjesit, kur ai ishte shumë pranë shkollës, kur ishte ora e pushimit dhe për pak duhet të futej në klasë, ai nuk mbërriti kurrë. 20 metra nga shkolla, Xhevairi u rrëmbye nga njerëz të panjohur. Kur e motra Avi kthehet nga shkolla dhe pyet nënën se ku ndodhej Xhevairi, ajo i pohoi se ndoshta po luante me shokët, duke mos ditur asgjë mbi atë që kishte ndodhur. Kaluan 24 orë nga kjo ngjarje dhe asgjë nuk u mësuar për fatin e 12 vjeçarit, as nga shokët e klasës, as nga vetë mësuesja Miranda. Jati Xhevairi denoncon humbjen në polici, por që nga ajo ditë kaluan vite pas kësaj dhe asgjë nuk dihet më për fatin e Xhevairit. Në vitin 1997, një tjetër familje përballet me të njëjtin makt. Në Peqin, zhduket 13 vjeçari Forcim Sulkja. Ai ishte duke luajtur në bilardon e fshatit, një vend të njohur për të. Në mbrëmje një person i panjohur e kërkon. Këtë e konfirmon dhe pronari i lokalit. Forcimi largohet dhe nuk kthehet më. Familja nis me njëherë kërkimet, pyeten shokët, komshin dhe kushërinë, por asgjë nuk dinte gjë. Denoncimi bëhet në polici dhe nis një tjetër hetim që do të mbushej me kontradikta. Fillimisht vjen një informacion se djali është vrarë dhe varrosur në pyll. Zona kontrollohet imtësisht, por asnjë provë. Familja mbetet mes dyshimeve, një histori që nuk mbaron, por që vazhdon të jetojë çdo ditë në pritje. Vetëm një vit më pas, në vitin 1998, 2 nga 7 fëmijët e familjes Nikolli, Violeta dhe Ndue, kishin një përditshmëri që nuk i përkiste moshës së tyre. Në një familje të përballur me varfëri të thellë, ku babai i Marku detyrohej të emigronte shpesh në Greqi për të siguruar mbijetesën, jeta kalonte me sakrificave dhe mungesave të vazhdueshme. Violeta dhe Ndue, vetëm 14 dhe 11 vjeç, kishin marrë mbi supe një barë të rëndë. Ata çdo ditë dilin për të mbledhur dru për ngrohje. Ajo ditë dukej si gjithë të tjerat, një ditë e zymt, me re dhe shi të lehtë, por as pak e pazakont për ta. Motër dhe vlla dolën së bashku drejt zonës kur zakonisht mblidhin dru, pa e ditur se ajo do të ishte era e fundit që do të shikoheshin. Me kalimin e orëve dhe afrimin e mesditës, mungesa e tyre filloi të shqetësonte familjen. Koha kalonte, por ata nuk po ktheheshin. Një fshinj u tregoi se kishte para të pasdite, por vetëm për pak çaste. Më pas, sikur ishin zhdukur nga faqja e dheut, që nga ajo ditë nuk u gjet asnjë gjurmë për ta. Në vitin 2003 një tjetër histori shtohet kësaj kronike. Azize Mirlag, vetëm 7 vjeçe, ndodhej në Stamboll. Babai e dërgon në një dyqan pranë shtëpisë. Ora shëndonte 11 e paradites. Vajza largohet dhe nuk kthehet më. Dyshimet për rrëmbim janë të forta, madje përmenden edhe persona të afër si të dyshuar, por asnjë provë nuk çon në një përfundim. Një tjetër histori që mbetet pezull. Dhe më pas vjen viti 2010, një vit që mbar 2 plagë. Në mars zhduket Mitat Ibrahimi, 7 vjeç. Ai sapo ishte kthyer nga shkolla, kishte lënë çantën dhe kishte dalë të luante, si çdo ditë tjetër. Me vete kishte 2 topa, njëri gjendej në obor, tjetri jo, dhe bashkë me të zhduket dhe vetë Mitati.
Dëshmit flasin për një makinë të bardhë të parkuar pranë shtëpisë dhe më vonë për një fëmijë të lidhur që ishte parë brenda saj, por asgjë nuk provohet. Familja endet mes këtyre rrëfimeve, duke kërkuar një të vërtetë që nuk vjen. Dhe më pas një nga historitë më të dhimbshme dhe më të mistershme, në maj të vitit 2010 zhduket 6-vjeçaria Bleona Mata. Ajo u mbet në malin e pikëllimës në Kukës, në një zonë të thellëve të izoluar. Bleona kishte dalë për të kullotur bagtin, bashkë me disa vajza të tjera të fshatit, që nga i çast askush nuk e pa më. Kërkimet që pasuan ishin ndër më të mëdha të organizuara ndonjëherë në Shqipëri, 10 forca policie, banorë të zonës, kontrolle kërkimi, u kontrolluar çdo cep i malit, çdo shpellë, ditë e natë, me shpresën se vogëlushja do të gjendej. Vitet kaluan, por historia e Bleonës nuk u harrua. Rasti u rikthye vazhdimisht në vëmendje, u ndoqën pista të ndryshme, u ngritën dyshime dhe u analizuan dëshmi, por asgjë nuk arriti të ndërtojë një të vërtetë të plotë. Sot kanë kaluar shumë vite, po për nënën e Bleonës, koha ka mbetur në vend. Sot fotografitë e këtyre fëmijëve janë vendosur kudo, në mure, në rrjete sociale dhe në duart e njerëzve që nuk i kanë njohur kurrë, por që tashmë ndihen të lidhur me fatin e tyre. Prindrit vazhdojnë të presin, të kërkojnë dhe të besojnë se një ditë do të marrin përgjigje. Dhe ndërsa koha kalon, këto histori mbeten të hapura, të ndërthurura në një rrëfim të vetëm, atë të fëmijëve të humbur që nuk duhet të harrohen kurrë. I dëgjuat këto histori, 10 histori të 10 fëmijëve të zhdukur në Shqipëri, 10 fëmijë të cilët kanë humbur kontaktet me familjen e tyre, dyshohet se janë rrëmbyer dhe familjarët ende janë kërkim dhe pse kanë kaluar shumë vite. Kushdo që i njeh këtë histori, kushdo që ka informacion, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish të nesër, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV.